Kreshnik Çollaku, këshilltari i presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, ka thënë pjesëmarrja e Kosovës si anëtare themeluese e Bordit të Paqes, të themeluar nga presidenti amerikan Donald Trump, ka një vlerë të shumëfishtë për Kosovën. Ai ka thënë se kjo është konfirmimi i shtetësisë dhe sovranitetit të Kosovës. Sipas tij, ky anëtarësim do të ndalë edhe pengesën nga vendet mosnjohëse të Kosovës e sidomos përpjekjeve të Serbisë dhe Rusisë për bllokim dhe izolim të Kosovës. Është pesha e shumëfishtë për Kosovën. Kosova gjendet në epiqendrën e këtij projekti amerikan, ngjarje me efekte jashtëzakonshëm për Kosovën. Është konfirmimi plot i shtetësisë së Kosovës, sovranitetit të Kosovës, i vendosjes së Kosovës në krah të djapë dhe aleancë të pazgjidhshme të qartë strategjike me fuqinë më të madhe të globit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova sot i ka dhënë knockdown final skenave serbo-ruse për bllokimin dhe izolimin e saj, ka thënë ai në emisionin Këndi i Debatit. Çollaku ka thënë se Bordi i Paqes do të jetë organizata më e fuqishme për rendin, paqen dhe zhvillimin, jo vetëm që projekson vizionin amerikan për rendin botror, marrëdhëniet ndërkombëtare, konfliktet, paqen dhe zgjidhjen e tyre, ka më qenë një organizatë e re ndërkombëtare mbase më e fuqishme e globit, një simetrie e vizionit amerikan për rendin, paqen në pod dhe zhvillimin, tha ai.